Ministria e Drejtësisë ka refuzuar kërkesën e 385 studentëve shqiptar, të cilët duan që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Nga Ministria e Drejtësisë vlerësojnë se një gjë e tillë është në kundërshtim me kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi. Në një përgjigje të gjatë në të cilën gjen shumë nene dhe ligje të cituara nga Ministria, thonë se gjuha shqipe dhe alfabeti i saj janë zyrtar, por deklarojnë se ligji për provimin e jurisprudencës nuk përmban dispozita për dhënien e provimit të jurisprudencës në një gjuhë tjetër përveç gjuhës maqedonase. Zbatimi i ligjit për përdorimin e gjuhëve nuk mund të shqyrtohet në mënyrë të izoluar, por në korelacion me rregulloret e tjera relevante, edhe atë me ligjin për avokatin, ligjin për gjykatat, ligjin për prokurorinë publike, ligjin për përmbarim dhe ligjin për notarinë si tërësi. Përkatësisht, provimi i jurisprudencës është parakusht themelor për të hyrë në profesione të ndryshme në sistemin e gjyqësorit, e me këtë rast nga natyra dhe qëllimi i këtyre profesioneve buron edhe nevoja e njohjes aktive të gjuhës maqedonase, si gjuhë zyrtare në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nga ky dikaster thonë se për të bërë gjykatës, prokuror, avokat e për të ushtruar profesionet të tjera që lidhen me juridikun, duhet me patjetër të njohësh në mënyrë aktive gjuhën maqedonase. Një nga kushtet për zgjedhjen e gjyqtarit është që personi të zotërojë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase, në përputhje me nenin 61 të ligjit për prokurorinë publike. Për prokuror publik mund të emërohet gjëqësisht të zgjidhet një person i cili e zotëron në mënyrë aktive gjuhën maqedonase. Për çështjen e provimit shqip të jurisprudencës ka reaguar sot edhe ambasadori shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Denion Mejdani, duke deklaruar se kërkesa e studentëve për qasje të barabartë në arsim dhe në proceset profesionale është pjesë e një debati më të gjerë për zbatim praktik të drejtave të garantuara me ligj dhe funksionim efektiv të institucioneve. Kujtojmë se përgjigjja e Ministrisë së Drejtësisë vjen një javë pasi studentët shqiptar kërkuan që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Këtë kërkesë studentët e mbështetën në një peticion të nënshkruar nga 385 student nga universitete të ndryshme të fakulteteve juridike.